Në praninë e shumë personaliteteve të artit të shkruar, është bërë hapja zyrtare mitingut të 52 të mitingut të poezisë, ngjarje kjo organizuar nga klubi letrar Gjë Nikol Kazazi. Kryetaria e këtij klubi, Gentiana Muhaxhiri, vlerëson se momenti më kulmor i kësaj jave letrare do të jetë prezantimi i disa librave të botuar në kuadër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ajo që është më veçantë, si gjithmonë, kryefjalja e javës së mitingut poezisë është dita qendrore, në cilën ne jemi fokusuar në fakt shumë. Si gjithmonë, dita qendrore do të jetë e mbushur me aktivitete. Këtë vit do të fillojë me datën 27 maj dhe respektivisht në orën 11, ku do të bëhen homazhe pranvareve të poetëve, si shenjtërimi për ata që filluan këtë traditë. Më pastaj do të ketë një orë letrare për fëmijë që mbahet në shkollën Zekria Rexha. Ora letrare për fëmijë shpresojmë të ketë karakter ciklik, në çdo vit organizohet në një tjetër shkollë fillore. Agjendës së mitingut të poezisë ka paraprirë promovimi i librit me poezi lirik për këngë Harimi nga autori Skënder Hoxha. Vetë titulli tregon që janë vazhde edhe përkushtuese, edhe shprehin ndjenjash të brendshme poetike për një të kaluar që zakonisht jo vetëm për mua, po unë si përfaqësues i këtij populli tim kanë qenë të hidhura për ne, kanë qenë të hidhura për shumë lami jetësore e tjera. Për këtë vepër folën edhe recenzentët e librit Den Halili dhe Gjok Sokoli. Sipas tyre, për këto poezi Hoxha është frymëzuar nga historia dhe e kaluara në përgjithësi, të cilat për të janë thelbi i jetës. Këto vargje që janë marrë nga poezia dialektik tregojnë shenjë të qarta se ai po hynte me këmbgulsi në portën e krijimit poetik. Kjo është njëra anë e konstatimit, ndërsa ana tjetër është se këto tri poezi tregojnë qartë ndryshimin që ka bërë poeti prej asaj kohe deri më sot. Edhe poeti Skënder Hoxha, si shumë poetë të tjerë, jetë me heshtin si lindje e dal nga vargu ku do të cicirojnë strofat e kputur në këngë, për një diell në preher, loton për atë dhënë, për dashurinë, për lirinë e pritur me vite, ku ëndrat e poetit vazhdojnë për një jetë ndryshe. Në mes në shumë të pranishmëve kishte edhe shumë shkrimtarë dhe miq nga vende të ndryshme shqiptare që kishin ardhur në këtë promovim libri. Kjo e gëzoi te mas autorin Hoxha. Gëzojmë përzemërsisht që mos jetë ky libri i fundit apo mos jetë vetë pikë poezisë sistemin e krijuesit. Vëllash Zoti të ketë në ratë për shëndet, po ashtu që faktikisht vargur mos të ndalë edhe për studentët tanë edhe për krijuesit tjerë letrarë. Në fund, drejtori për kulturë, rini dhe sport në Gjakov, Meriton Ferizi, ndohu mirënjohur për poetin Skënder Hoxha. Për ndryshe, mitingu i poezisë që filloi sot do të zgjasë deri më datë 27 të këtij muaji.